24 marsi është një datë historike për Kosovën, e patjetër që sot në #gjesi do t'ja kushtojmë një pjesë të rëndësishme kësaj date. Në mbrëmjen e 24 marsit të vitit 1999, avionat luftarak të NATO si hodhën bombat e para mbi forcat serbe në Jugosllavinë e atëhershme. Qëllimi ishte ndalimi ndaj dhunës së shqiptarëve. E për me folë për gjitha këto detaje dhe mbrëmjen e asaj nate, edhe zhvillimet që ka pas atëherë, në sot dhe 26 vite më parë, ne do të flasim me gazetarin e atëhershëm të Terrenit, Shaqir Foniqi, i cili ishte ikona e gazetarisë kosovare. I them mirëmëngjesi zotëri Foniqit, edhe faleminderit shumë që ka ardhur me e manifestu pak a shumë këtë ditë të rëndësishme të historisë të Faleminderit kolega Gelina. Është nësi të jem në programin tuaj tashmë të afirmuar gjesi, cilin unë e ndjek me ndje, sepse zgjohem herët, sepse e përthill thënien me ngjeset janë për të zgjuar. Po. Marsi, si që dini ju, është muj tragjik për shqiptarët, por është edhe muj, do thosha, shpetimtar. Ju dini tragedinë e familjes Jashari, tragedinë emblematike, ku si që thotë ish administratori ndërkombëtar për Kosovën Bernard Kouchner, po të kishte çmim Nobel për liri, ai çmim do t'i takonte familjes Jashari, por është edhe një familje tjetër, familja Haradinaj, që pikërisht sot mbahet epopeja e familjes Haradinaj, pikërisht në Glogjan të Deçanit, ndërsa është edhe data 24 mars, e cila mund të thuhet që është një datë shpëtimtare për Kosovën, për qenien shqiptare, sepse ju dini lufta jonë qëllimtare e bënte të vetën, por kishte nevojë edhe për një lehtë nga ajri dhe ai moment ndodhi pikërisht në 50 vjetorin e themelimit të aleancës më të fortë ushtarake deri atlantike të quajtur NATO, dhe këtë kumte kishte dhënë presidenti Amerikan Bill Clinton, i cili ishte drejtuar kombit Amerikan, dhe ju si që dini, OKB, ose intervenimi i NATO kishte ndodhur me një kapitull 7, aty thuaj për çështje humanitare, por ishte një gjest për shpëtimin e kombit, i cili pothuajse po zhbehej nga një okupator i pamëshirshëm siç ishte Serbia, dhe pas dështimit të bisedimeve përfundimtare të buldozherit të diplomacisë amerikane Richard Holbrooke me ta themi me kasapin e Ballkanit Milošević, pastaj ishte dhënë drita gjelbër Javier Solana, i cili në atë kohë ishte sekretari i përgjithshëm i NATO-s, dhe veprimet në ajër i kishte bërë, si që dini ju, generali Wesley Clark, dhe bomba e parë kishte rënë aeroplani i parë bombardues ishte ngritur nga bazat Aviano në Itali, dhe kishte goditur caqet serbo-malazeze ushtarake në këtu në Ajvali, dhe si që dini rol të rëndësishëm për intervenimin e NATO-s ka patur Clinton, Albright, e cila këtyre ditëve mbushi 3 vjet nga ikja në përjetësinë e amshim, dhe Tansu Çiller, ish kryeministja turke, dhe për koincidencë Tansu Çiller edhe Obama, Clinton dhe Tony Blair ka qenë edhe shok studimesh në fakultet. Është një koincidencë e bukur. Me sa di unë atëherë kanë qenë 27 shtete aleate të NATO-s, dhe unë them se ishte një klik bombardim, sepse 78 ditë kanë zgjatur fushata bombardimeve, dhe Serbia nuk do të mund të përballonte po të angazhojë NATO me tërë fuqinë e vet. Unë konsideroj se ishte një klik, dikun 10% e armatimit NATO-s ishte përdorur, sepse unë konsideroj se vetëm një shtet antar i NATO, siç ishte Gjermania, do ta mundte Serbinë. Pastaj ne që punonim me vite për të vëshën, redaksia Kosovës, ne kishim informacione se bombardimet në të ndodhnin, por ishte çështje
kur dhe si duhej gjindën modaliteti, duhej bindej faktori ndërkombëtar dhe për fatin ton ndodhe ajo që pritej të ndodhte dhe ja që u shiruam edhe në ato duke parë si duket edhe tragjedit që kishin ndodhur në Bosnjë, kishin marrë mësim të keq, pastaj nuk lejuan që edhe në Kosovë, fatkeqësisht edhe në Kosovë ndodhen vrasje, kidnapime, për shembull, arrestime, torturime, por jo në përmasa siç ndodhen në Bosnjë, dhe ajo natë e zezë për disa shqiptarë, për shembull, atë natë është vrarë profesori Latif Berisha, Agim Hajrizi, këngëtari i njohur Hakim Isini, pastaj Bajram Kelmendi, avokati i njohur me 2 fëmijë. Ndërkohë vrarë edhe Fehmi Agani, pastaj në Gjakov profesori Bardhu Çaushi, drejtës romake, Izet Hima, Esat Bicuri, shumë emra të njohur, por liria siç duket kishte tagër të lartë dhe nuk po vinte lehtë dhe nuk po vinte shpejt, madje gjërat që fitohen lehtë nuk kanë ndonjë vlerë të madhe. E vërtet. Po, do të ndalemi tek nota e 24 marsit. Keni qëndruar ju në Lakrishte atë natë kur kanë filluar bombardimet? Ne, redaksia e Kosovës, kemi pasur një zyrë atje diku në bashkësi lokale të Tregu i Gjelbër, si themi ne, dhe në ora 15 raportonim ne për ngjarjet që kishin ndodhur. Unë kryesisht kam mbuluar sektorin e kulturës, po për Serbinë kultura ishte pothuajse palca kurrizit i një kombi, sepse ju siç e dini, Serbia e para kishte suprimuar Universitetin e Prishtinës, Akademinë e Shkencave, Institutin Arkeologjik, dhe çdo gjë për Serbinë që ishte shqiptare ishte e dëmshme, e pavlerë dhe kishte unë me kolegët e mi, që janë të shumë, disa kanë shku fatkeqësisht në mshim, po raportonim për Tiranë dhe unë u ktheva në banesë, banoja në Lakrishte, në ta soliterat e mëdhenj. Banoja bili të një banesë një miku tim, Ndier Halil Hyseini, nga Struga, i cili më kishte strehuar, sepse banesën time ma kishin marrë këta okupatorët. Edhe në ora 20 është dhënë lajmi nga TVSH për bombardimet e NATO-s, edhe unë kam ndjerë nga dritarja, banoja në katën e 13, e kom parë flakën këtu në, si që thash, në Ajvali, ku bombat e para ka rarë në Ajvali, aty si duket ka pas armatim të madh, edhe po qelqi, gjamat e dritarës sime, cilët ishin shumë theksuar, gjamat mëdhaj, jënë thyrë, jënë qarë. Dhe në ora 25, komshimi, Duriqi, familja Duriqi, më thanë, është mirë të sonte mos me lajti këtu, mos me flajt në balesën tënde, sepse kif raportu për Shqipëri, për gazetare, ata, për koincident një natë më parë, një polic si malë i gjatë, një thejmësht, josh, ka ardhë me tokivoki, edhe të numëri im i balesës, edhe fliste me diken, thoshte po këtu, po shëron familja Foniqi. Nuk i tregova fëmijëve, unë prita atë natë që i po më arrestojnë, dola në Ballkan, edhe ai kishte e shikoja nga aty për gjusi, edhe kishte i, por kishte marrë shënime, ndëgjaja unë që po i thot dikuj që po këtu është, edhe shkova ataj ku mshevi im Duriqi, atë natë, të nesmën në 7, kom dalur me fëmijët e mi, aty në Dardani, Lakrishte, anë rrugës. Çfarë moshe keni pas? Tash t'rgoj, aty ishte një stacion kinse autobusa. Blerta ishte e rritur, Bleona Agoni po ashtu 2 vjetë ma i vogël se Blerta, kurse Bleona ishte vetëm 21 muajshe. Edhe ka ardhë, ishin tërbu këta paramilitarë serbe me armatime, me krasnime, me utrandën, policia, aty një stacion afër në Dardani policisë, edhe me tyta, levdishin, po ne si duket, unë edhe isha me fëmijët vogël, dhe ata kishin tjera objektiva, ka ardhë interesant, ka ardhë një njeri me një vetur vogël,
kohës, edhe më ka marrë, hajde shaq, ku po do më shku, thash, veç që tu jo, ndika. Për koincidencë, kur kemi shku ka stacioni policisë të Pallati Renisë, keni parasysh në hyrjen e Pallatit Renisë i kishin vendosur 2 tankse. Edhe aty vetura ati pësojnë defekt. Edhe kur u nalëm aty ne, ata si duke dyshojshin që kemi një eksploziv, e na bëjshin me ty të tanksit që largohi, ose pju, ku më di që ka kanë pas nërmen me bo. Unë dez, kalum, shkova atje të dikon afër Alaudinit në Libanes, pastaj prej aty në Debun, pastaj shkova të një mike në të familje Govori, pastaj prej aty me tyta, kemi dalë unë, ka qenë edhe Recep Boja, ish doktor profesor Recep Boja, një teologin johër, ambasadori ynë në Arabinë Saudite, edhe rrugës na kanë dupertu për tren, për me shku të treni. Tash ishte çështje si, nuk është çështje mo si me shku, por bile rrugës kom takuar shumë miq që kishan dëgju që kanë vdek, kur i shisha unë thisha, kom dëgju, thish që kanë ndodhur diçka më e keq me ju, thishin shaq njësoj, ishin bën njësoj gjithë. Edhe në Blac. Në Blac kom lajnë 27 orë. Ishte një moti të mërshëm. Aty kom parë lindje... Shkut me veturën në Blac? Jo, me tren. Me tren, ma dhe kemi pa? Tu në tren, me të drejtën treni im, pas një pritje gjatë, kom arrit dikon në orën 02 natës, dikon atje në Lezhan, hauni e Lezit, edhe një polic me drita, ishte një familje me një të moshuar, me një qebe, batanie, e bartin, po ishte eran, edhe e lëshonin her pas herë. Ai na bonte vazhdoni se... Ku me di që ka kanë pasmen. Kur shkum Blac, aty ishin 18.000 veta, qëfar situate, une shpesh nuk kam dëshkjes me kujtu, po une ju mundu me flajt mbi varrin e një vdekur, që kështë vdek me vite, edhe varët si flajnë, si pushojnë, ishte bërë aty, edhe une kom pas shkrimin të flesh në varë, mbi varë. Pas taj mos flasim, as kishte ushqim erdhen ata bashkom, basitan, shqiptarët kanë në prodhimin në mënyrë më të mirë, me do traktora, me aty kum pa çka është kriza për ekzistencë, për bukë, një bukë, ka raste kur një bukë unë mundesha me marrë, këtë ma nuk shë mbet ke veçaja që kësha qumë, e filloj, fëmija fillun me këthy, me vjell nga papastërtia madhe, shi, balt, edhe aty kum parë, unë kom shkru disa shkrime, kom parë vdekje lindjet shqiptare, kom parë duke vdek shqiptarë, nështë nuk është, nuk po bëjnë do një diçka që po përmen, po një nga ta është edhe një profesor Ahmet, ka qenë matematicien të njohur, edhe pastaj kom parë të lind gratë, edhe titullim për faktin një gazetat atje në Shkup që i potoj, vdekje lindjet shqiptare, thesha edhe po vdesin, po dhe po lindin. Pas 27 orësh, na kanë hypë në një autobus, na kanë dërgu një fshat atje dikun afër Tetovës, na kanë prit mënyrën ma vllazërore, por unë kisha synimi im ishte të shkoja në Strug edhe të përtoja në Tiranë. Është interesant, ditën që ju nisur me shku në Strug, bili ata njerëz që më kishin prit mu një natë, si kur prekshin pse s'po të rritë tu e ke shtëpinë kretë, dhe shau kam detyra me shku. Për një orë, kam shku në Strug, mas një ore është mush numri, nuk kanë lënë me më hy në Strug. Edhe kam shku, kam taku një kolegë timin, mik Shpend Vinca, a im ka marrë në bales, pas ta im ka vendost në një bales të Pajanaku ti, cilë të ishte në Suedi, me kushte suedeze, por unë kisha pretendimin e synimit të kaloja në Tiranë, në Strug jam takuar me Enver Petrosin, me Ilir Qaqirin, profesor Qosjen, me Isa Qosjen, me shumë figura, edhe unë bisedoja me koordinatorin tonë që ishte në Tiranë Slavlin, dhe
më thotë rresh shaq aty në Strugë, se na duhesh aty me raportu për Strugë, se ne fillum disa aktivitete në Strugë. Struga, edhe në qytet fuqishëm shqiptar dhe shumë i popullum, Mustafa Ferizi aty ishte piktor, mbanim koncerte, mbanim konferenca, raportonim për... Unë kam patur rastin, ka arë një njeri, më ka thënë, shaq në Amerikë, po i kërkojnë disa familje, pak ma, që ju që thështë ajtë kultivura, me shku në Amerikë, jo në për kampe, po me shku në për familje. Unë pa asë një dilem, thash, nuk jam interesuar. 5 herë më ka pyet, thash, nuk jam interesuar. Unë, beli, kur i thash kështu aju, që dytë pak, thash, ishte dri një afer, thash, unë ose në Kosovë, ose në dri. Ishte, po është që dytërisht asë fëmija s'kan dasht me shku fare, nuk ka shku. Kur jemi, pastaj me 10 qershor ju e dini që unë shkru. Me shku në Amerikë, keni dash më këty në Kosovë? Me gjë kusht, ose në dri. Edhe eventualisht në Tiranë, por e kom thirrë një njeri i cili kishte shumë informacione nga Karitasi, edhe më thotë shaq, a ke dorim me prit deri me 20 qershor? Thosh si jo, tha, me 20 qershor kime qenë, tha, në Kosovë. U lidh marrëveshja në Kumanov me 10 qershor, koincident me lidhjen shqiptarët për të 10 qershori, edhe u ktheva. Kur u ktheva unë banesën e kishin demolu, me këforën kom hynë banesë, sepse kishin pas një informacione si në thuj banesat, edhe ata kanë bërë një farë kontroli, mos ka mina, edhe kanë hynë aty. Kur jemi këtu, të bombardimet duhet të kësaj edhe një figurë interesante, shqiptarja Amerikanja, Faruza Kalaba, ishte një shqiptare që e Kamenicës, e Dardanës, që kishte furnizuar aeroplanat me korezena, që shqutaj. Edhe ishte një profesion shumë i vështirë, dhe unë në vitin 2000 kam verë intervist me te, ndërkohë që vitin e shkuar, me rast 25 vjetore të intervenimit të NATO-s, vajza ime Blerta ka bërë po ashtu intervist për të kënë me Faruza Kalabën dhe me erdhi mirë që ishte mirë me shëndet dhe evokon të këto kujtime. Sa mirë. Po, zotëri Fëniqi, ndashta mund dalë pak edhe tek figurat e njohura që i përmende që i ke pa në Strugë Ilir Shaqirin, zotëri Qosin. Qysh ka qenë takimi me ta ku i kam pas ata familjarë të strehum, qysh ka qenë ajo kohë? Çka të kanë rrëfy? Ka qenë një dramë mbar shqiptare. Ka qenë një dramë, ishin nda familjet, nuk dinin as ku janë. Ne atje të vërshë kemi pasur një numër, ku lajmërohen shinjerët. Shqiptarët kanë përjetu, ka dare e ka, thotë, shqiptarët janë Fenix, Shqipëniksi, të mundur, po, për të mposhtur asnjëherë. Ne kemi qenë idealist dhe liria për ne ishte gjithçka. Natyrisht e vetëdijshëm se çdo liri ka çmim të lartë, prandaj zhvillohen edhe luftat, se vetëm luftat, nuk ka luftë mirë, por vetëm luftat për çlirim kanë kuptim, sado që e thonë ja, ma mirë 100.000 vjet bisedime se 1 minutë luftë, por ka dhe luftë të drejta, siç ka qenë lufta jo në drejtë, sepse lufta ju bën për çlirim. Unë kam parë, kam pasur momente shumë prekse, ndarja e fëmijëve, prindve, një fëmijë kishte mbetë në tren, nuk leshin më bashku, ishte edhe një farë skenari i tmerrshëm, edhe unë kam pas fatin me intervistu Kadlarena, ai më thoshte kështu, ja që në çdo fatkesi, jo çdo e keqe vjen për të mirë. Për shembull, po të ndodhte që ta nënshkronte ai kasapi marrëveshjen, ndoshta ne do të mbeteshim në autonominë kuadër të Shërbimit të Jugosllavisë. Po ai nuk e nënshkroi, pastaj psuan bombardimet dhe pastaj interesant propaganda serbe i kishte paraqitur shqiptarët si popull batakçi, fundamentalist, pa civilizuar, pa shkolluar, por siç më thoshte Kadare më vonë në 2003 kur kisha një intervistë në vilën e tij të Mali Robit në Shqipëri, thoshte kur i parë bota shqiptarët si
po deportoshin me aeroplan në për vendet ndryshme në Londër, thanë, more, këta qenë kanë si ne, se i panë vajzat e bukura, njerëzit e bukur, aty thotë ndryshon mendimin që këta qenë kanë një popull si ne, si t'i lam këta në balte, si t'i lam pushtuar, edhe ndryshon qasje, edhe ju e dini pastaj si rrëdhën gjerat, ne pastaj këtu une kam keni disa ID kur keni raportu. ID-a këforit, kjo është OKB-s, kjo është të kësë, po unë për të regoj një detaj interesant. Kjo librez ishte një librez ndërkombëtare e gazetarisë. Me këte shkajnë këtë botën, në të nga gjutë, bile këmë qanë në herë në Sofja ishte një hotel për gazetarët, edhe me këte këmë shku thua se falë. E këte, unë kërë hypë në tren me vërtësit më dha, thot dikush aty, mos merr asgjë me vete, thot se ti ishe në listë aty, se pe kontrollojnë në Lezhan, edhe thash, po nuk i nevojë me para fëmijëve më thonë që jam në listë, thash se këtë jemi në listë, këtë shqiptarët në listë, po tham mos merr kur gjë. Edhe këte e kum hull në binarët e trenit në fushë Kosovë. Kur jam kthy me 26 qershor, sepse edhe po doja më kthy nuk ishte transport. Domethënë doja më kthy një herë me 11, por nuk ishte transport. Mezi që e kemi gjetur me një Zëqir Metaj, Rozofa Metaj, një kolega tash që është aty, një kamion me na pru në Prishtinë. Këtë rruga në për Globoqica atje që ishte e minuar, por ndërkohë e këshin çminuar, kur kom marrë të lesmen, kom shku në binarë, aty ku kisha lëshua kom gjithë, e kështë rrugë shiu, e kështë fotografia, ishte dëmtu, po ja që kishte shpjetuar kjo. Sa ku i bjen që ka qëndrua aty? Po i bjen unë me 1 prill kam shkuar, me 26 qershor jam kthy. 2 muja, a ma shumë. Po 1 muaj e ma shumë. Po a shkove pikërisht për me lyp? Po. Po, shku, se unë e disha kokëm shu, shkot, aty të shikoj, se aty si duket kjo, aty treni është pak ma ngritur se sa, edhe kjo ka pushu aty poshtë, ka kalu treni mi te, se ka shive kështë e damtur, po aty e gjitha që qite e kam si dëshmi. E që e mbajnë edhe sot dhe kësaj dite në kuljetën e juja? Po e mbaj, shumë kujtime ka. Qka po, deshta diçka 78 dit i thash që ka ndodhë në vardimi, thash për shembull, po flasim pak për atmosferën që shka qenë me 24 mars në Prishtinë, kur kanë fillu bombardimet, do të thënë, po ishte Prishtina ka qenë total në terr, janë fik dritat, janë dezalo armat. Kum pa skena të mërshme, ditën kur jem debuar unë, ka qenë dikon ora 14. Edhe lumet njerëzve, nga gjitha rrugët. Edhe kum parë njerëz që e kanë lënë patkesisht, e kanë lënë babajnë paralizuar në karrocë, në semafora, sepse i pengonte ai udhtimin, e pengonte edhe policia nuk lente si themi ne, nuk lente me marrë frym, po vetëm edhe kom pa njerëz që i kanë nxerr këtu të pallati atje të Dora, të Qafa, kom pa njerëz që i kanë nxerr nga rrjeshti të ri, që ka ndodhur me ta nuk di. Unë me thonë drejten e kisha vajzën time 21 muajshe, edhe herët që qa knej, e mlesha ftyrën herë knej, sepse kishte paramilitar që na njëshin. Na njëshin që figura që kemi raportu, e besa mujnish me thonë, edhe kanë nxerr aty, fatkesisht kanë nxerr. Nuk kom ndëgjut krisme, armësh, por kom pa tu i marrë, pastaj ishte një, ose me na dërgu në stadium një herë, dojtë dërgësh një stadium, neve na dërgu në drejt e të treni, po të treni
Këty një tren binte në 6 orë, ishte 1.000 veta. Edhe tash ishte problemi si me hyp tren, se jo, se aty me nej, aty ishte u rrezikoshe, ishe maj sigur me hyp tren me ikë. Sa do që as nuk di shumë ku po shkojmë. Kur kemi shku ne, mu më ka ra, dikon ka ora 20, 22. Këshin hup langjet e pa buke, pa uje. Është nalë treni të këto kazermat e ushtrisë. Tash Adem Jashari atër ishin kazermat famkeqe e Jugosllave. Është nalë janë 1 orë. Edhe ati, si populli është normale, thanë, e nalën këtu se po bombardon NATO, edhe me na bombardu neve, kemë se NATO nuk e mendon që janë kazermet serbe, edhe këta tash mu bona mish për top. Nuk kishtë ndodhë ashtu, kretu përgatitëm që në nalën me qëllim, kështu një nalë edhe në Frizaj, 1 orë. Kështu që prej deri në Blac me tren, jëmë njësë në 8, në 2 në autosë këmë prejë. Në për atje Blaca ishte një sketer, zot, njëshin njerët, Balt, Shi, Ercir, ma Prishtina e një qytet fantom. Vetëm nej qenë aty këtu mund të shije, nej drejt aty këtu dikun edhe shpetum. Ka qenë e vështirë për juve raportime në ato kodë vështira për të vështirë? Si qenë. Për shembull, unë në Bashkangjit, unë isha në... Qysh mu ishe me nejtë në kontakt? Po, në Berlin isha me disa kolegë në një televizion R2 për komunitete, zeri shqiptarve. Pastaj erdhi e Shqipërisë, ishte deputet duket për media Uran Butka, me një inxhinier Torin Kolju Mezi në Berlin, edhe më thanë shaq na duhesh në Tiranë me ju bashkangjit ekipit për Kosovën. Me thonë drejtën, atëherë ishte edhe probleme, thonë s'po du, se nuk je i gatshëm me kontribu. E kom shku nga Tiranë, nga Berlinin Tiranë, ju kom bashkangjit ekipit, ndroshim me Alternacion, atje ishim disa kolegë, Asal Bajrami, Skender Durmishi, Besa Qeku, Sali Kelmendi, Suleman Shaqiri, Ramadan Muçolli, Skender Durmishi, Lek Musolli, Sherif Konjumca, Gani Kusumi, ndroshim. Une vitin 96, vitin e re, kom për Tiranë. Kom qenë 3 muaj. Shkurja ka qenë e të mërshme. Kom shkuar në për liçenin e Shkodrës, ka Malizi, në një drast atë që i kështu. Dikush në vëzit e bili, nëse së është pak, është interesant, a në atë drast e kështë e vendos një viq. Unë duhet më fshisha pas viqit, ndërkohë që sanitarisë serbë në shishin, anë nuk e di shumë ku përshkojmë, kur kom hyrë unë e kom qenë pak në pull, pak kushtarë, kom qenë marinare, i disha pak këto regullat e detit, por deti është i të mërshëm, kur hynë ti në mes të ujtë, vetëm ujë është fobje. Pastaj jemi këthy në për Dibër, kënej, nuk në qitë në vula. është një drame e vërtet. Edhe këtu në redaksi, e kemi pas në redaksi, Mehmet Hazirin harrova në Vërven, ka qenë koordinator, Nuhi Bityqi, me Gjen Kelmendi, vëshin dokumentar, kamermani Abbas Boja, kamerman tjerë, Rudi Domi, Fatmir Bajrami, njerë krejt. Ne kemi mendu që përbëjmë mision kishëm, popullit i kështë hum frika, edhe si ku ishëm në garë, kush po të regot në kuptimin ma i gatshëm, ma i zeshëm, ma shumë me kontribu për atë që po sinërëm gjithë. Ka qenë një telefon, ku ndërkoj për cilim ngjarjet, edhe pastaj raportonim për të vëshë, kolegu Aslan Bajrami, atje me një teknik, me Esad Bajshorin, regjisorin, Dirtani, një teknik, na incizonin, edhe emitoshin me telefon, me slajde, me fotografi, por gjithmonë, kur ne doni me raportin,
me telefon, bënd të një farë klik, kështu, edhe dinim që po në inqizojnë supi, Ministeria Brendshme Serbe, edhe theshëm kati 7 u aktivizu, se në katin e 7 i kishin ato, rrishin ata policia, edhe i kishin ato stabilimentet. Bile unë kur shkaja nga njëherë të presidenti Rogova për në ngjarje kulturore, 100 vjetori i Fishtës, ose për vjetori 10 i Fjales, i shesha unë, i sheshëm gjithë, na gjirajshin nga kati 7, shehej, si në plan dorës, prezident, ku ishte Lidha Demokratike edhe Rugova, edhe në inqizojshin, ma identifikojshin, kanë marrë shumë pyetje kolegë tonë, kolegun Sherife kanë maltratu keq, kolegun Kusumi, gjithë që kanë ditë. Kanë marrë informacioni për ne edhe fëmija si qohën bashkëshortët, këtë kanë ditë gjithë shka, por bile një shok i imi thoshte, për javësha për të madhe, ose du të më pagu shumë, jo, ose dikur du të më sakrifiku, apo dojmë liri, apo dojmë, ajo s'po të djenë pjatë. Jam i lumë për që nëse kom arrit diçka me ndihmu, po këte du të bënin gjithë, në forma tjera. Ne kemi pasur fatën, unë them jam me fatë që kam mundur t'jem aty, edhe nuk them që zë të bënë të askush. Gjithë të bënin, gjithë gazetarët kanë qenë unison, edhe ju po të ishit do të bënit më me dëshirë, por ne, jeta nuk të ofron shpesh sprova, jeta është sprovë. Unë kom pasur mundësin me bërë atë që do të duhet të beja, edhe jam i lumtur nëse dikush e çmon. Po, normal, edhe keni bo në mënyrën më të duhur, edhe në kohën e duhur, kur keni qenë gazetari të rinjit edhe që keni raportu. Nuk kishim rrugë tjetër. Pa tjetër, po Zotri Foniqi, pse s'keni qëndru ma ndej në Tiranë, pse u këtyt në Kosovë? Po unë jam i lidhur shumë me Kosovën. Unë në këtë moment që po flasë, ko mund me qenë këtë rrutullën e botës, po vetëm këtu jetoj 100%, sepse unë kam një them kështu, kafazi, edhe jartë me qenë arret në kafazën, se është i metalit, edhe ari është metal. Edhe nuk shon njeri të sukseshëm pa kalun për vështërësit mba, edhe me të drejtën, unë kam gjithmonë Kadarele e citoj, më thoshte, pas qlirimit të Kosovës, migrimi është një falloj turpi. Aty përpara kanë pas arsye kanë ikë për çështje policore, po pas qlirimit, aje qonë të një falloj turpi, me ikë, pse me ikë, a do dikush. Edhe mu më dha rasti këtu me punu me në RTK. Vitin 2000, ishte një konkurs, se RTK ishte, nuk është vazhdimësi e RTP-s. Unë do të dëshiroja këtë RTP-a ktheheshim, por RTK ishte një servesi unë mikut. Po ja që ndërkohë bori një status, edhe ishte një konkurs aty, ku kërkoshin 4 gazetarë, ndërkohë që kishim konkurru dikon ja 81. Edhe në atë ka qenë një huj, Lukas, direktor, BBC-së anglez, Richard Lukas, ka qenë Abnis Pahev dhe Suleiman Gashi, ka qenë komision për pranim. Me thonë dhejtën mu, kishin një farë dëshire me marë për shkak kulturës, po duhet të nështroshim testit. Bile, mi ko im syla, thështë e shaqë, po bje keq, tash në aty me shtin test, që të je mësu si ynë, po kështu dhe, thash, jo, mësë mërziti, du t'i zbatoj regullat e. Kemi hinë test, kur të re kemi pas një raportim nga valtat e luftës, një mini skenar për një film dokumentar, edhe një raport nga një ngjarje kulturore, edhe ndërko u hapa të lajmi se po pranohen me të njofshëm RTK, edhe i mori, OSB ka qenë biqyrse, OSB-a i mori testet, 6 muaj ka vendos, edhe i ka dhënë drejt që ne që ishëm pranu,
Ulpiona Lama, Ilir Binaka edhe në Hybityqi, janë më meritorët. Mas 6 muaj në kanë fëtu që masi unë hoqa dorë, thosh, ko për një që ka ndodhë, po se me ndojshin mos që në marrë me lidhje, a une edhe pse mu më të ishin shkruj shka dush se ty do me të marrë kuptimin se ta mon puna ty me testu, po une me gjithate diçka më thështë, ma mirë me shkru që di, edhe hymë aty, pastaj manim ledhje, analizojmë, kemi qenë. Une ka ndodhë, për shumë, deli 7 ngjarje në ditë i kom për cilë, edhe se ishëm pak, fillimisht, bili banim, vlerësonim, ai Lukasi, po më thot një ditë, qëfar teme keni ju zoti foni, që thashtu kam një shfaqje në teatrin Dodona, ai po thot, a jem të obliguar me ja për cilë, ata tha, ka nërën pune, thash, po keni drejt, thash, po ka mundësi që me qenë shfaqja fundit, pse, thash se ka mundësi më mbyll teatrit, kjo është tema, thash ka bëne. Pastaj mund të ndaj Flora Brodhina, kur është liru nga Burgu, unë kam shkuar me përcjell në Kufi, edhe kemi shku në Rëndon, aja ka ardhur dikun ka ora 6 mbrëmje, e ka puth tokën e Kosovës, dhe unë duke patur njohje me doktoreshën Flora, aktivistën, kom arrit me prun drejt studio. Nga Kufiri, Mërdare, drejt studio, pa shku në familje, edhe ai drejtori ka pas përbly, edhe më pa përgëzu që kom arrit me prun drejt në studio për herë të parë. Pastaj është një detaj interesant, ne po dyjeu, ishte një konflikt qytetarë dëshin me vendosë në balkonin e komunës flamurin shqiptar, ndërkohë që unë miku dënte Tokëbys. Aty ishte bën pothuajse gati një konflikt. Edhe kom bën raportin nuk kur kom marrë dhe ka pa që ai Lukasi më tha, a ka skena ma dramatike, thash ka. Ta rimontoje e jepi skenat ma dramatike. Ngre ai flamurin, ngre ky. Kam detaje shumë interesante, për shembull në mjekësi, në fakultetin e mjekësisë me polici rrushin Mohi Rendi. Edhe unë e kisha nisë kështu, edhe kjo i bënte shumë përshtypje se ata kanë gazetaria moderne, është fjala parë duhet me qenë goditse. Nëse thu ti për shembull në Prishtinë u mbajtë, s'ka me ndëgju kërkush. Nëse thu ti në Prishtinë ndodhi mrekullia, edhe ambisja ose duke me brum dur, thuhet në literaturë, ka me lënë brumin në përdurë, ka mu kthy me shiku çfarë mrekullie pas ka ndodhur. Domethënë fjala parë duhet me qenë goditse, sikur goditja në boks, në ring. Edhe pastaj kemi kalu aty, kemi qenë një ekip, nuk kemi ditë çka është lodhja, nuk kemi ditë çka është xhelozia, nuk kemi ndihmu shumë. Duke që keni edhe doni gazetarin shumë, sidomos në kohën kur keni raportuar. Po të mos isha gjallë, nuk dija do të isha, po të mos isha gazetar, nuk dija do të isha gjallë. Une shpesh them, gazetari nuk mjafton me dasht, duhet me dashuru. Po se dashurove, nuk është për ty gazetaria. Se gazetaria nuk sjell përfitimet më dha. Një italian thot, një gazetar italian thot, po që se ta ka një gazetar të pasur, mos i beso. Ai sigurisht ka fol për ato... Mire pas ka pas. Për ka patur, po si duket, nëse tash është pak dija dhe materializohet, por ai, unë prap i them, nuk kur, unë me shaka them, qëre gazetaria është luks. Buka duhet sigurohet dika tjetër, gazetarin me pas luks. Nuk ka profesion ma jambël. Unë nuk di qka do të punoja tjetër. Qka? Edhe ku ki pa ti, me qenë gazetar, me fol qka dush edhe mu pagu. Kjo është mrekulli. Gazetari, duke afirmuar vetën, afirmuar në të tjertë, që me tjertë profesion nuk ndodhë. Nuk ndodhë. Zotri Faniqi, faleminderit shumë që keni qenë inspirim për shumë gazetarë dhe vazhdoni me qenë inspirim për shumë gazetarë dhe më gjenerala ndjeva vërtet si në shtëpinë time, nërë të këj 38 vjetë i kom bërë, kom qenë edhe bursist, asë një orë nuk e kam tjetër kun punë, nuk e kom pas tjetër kun, po me mungon studio, po me mungon kamerat, reflektorët, por se la vi, kjo është jeta.
suksese. Faleminderit shumë para se me përfundu, veç do është ta me të pytë edhe për lidhësën në dorë që e ki, që boni përshtypje mës të ka nëjë domethënie, apo... Ka, është një fshat Boljak, lidhen magjit. Me një maj, këta penjë ko morë atje në një fshat të sferk quhet. Atë sferk unë e kam edhe nipa, e mbesa, edhe aty ishte gjeru qaka pare filmit Kukumi, edhe isha atje dhe shku me vizitu atë, është Besytni, unë e fort nuk e besoj Besytnive, por më thanë maje se kjo mi lidhë ethet ta magjit, mi t'i lidhë kër e marën këta, nuk ndodhë kur gjo, nuk më ndodhë kur gjo. Okej, që so vite më pojnë? Më dhe që e vjetru, ka një 30 vjeta, 20, 50. Ishtë nuk e ke hek për e hek her pas her, e hek, e vzdi pse pas ka me të këtu. Më do me mbullu me këmish. A më sa mirë, jo shumë mirë. Po e ka një do me thanje, unë nuk jam bystyt, po sot asoj ditë shkojnë atje njerë që kanë kështë i theshin plakat, të shuar lidhen, që shtojnë tove që të bojnë magji, një pëm aty i kuq e lidhen e një pëm, është një burim aty, edhe kënë se nuk ndodhë kur gjo. Nështë ta që kjo më ka shpetu. është edhe një rast, unë kom qanë në Berlin, edhe kur zdeja kem hapsirende, ose përfundojmë tu. Po, për të fundit. Suksese. Jo, mund është me përmen rasin e Berlinit edhe për përfundojmë. Po, Berlin isha edhe, po këthesha në Kosovë, edhe isha në një familje, thot merë një të të guri, edhe majë në gjep nuk ka me ndodhë asë gjenë rrugës. A ishte një familje budiste. Një guri bardë, kur ko marë në Leshan, besoni, apo jo, isha në karrikën e parë. Ka hyrë polici me atë që s'kanë qenë veshur të mërshëm, ka kalu mu edhe ka fillu me kërku letër njoftimet e pasaportën nga pas meje. Mu ka kalu. Se isha që tash unë nuk zdi pse ka ndodhë, po ja që nështë ta qaj guri, e fatkesisht atë guri e kum hup e kum harru në ambasadën e Gjermanisë në Shkup. Tu i mosh do formularë, kum harru të me gjithë syza, shkoj guri, po e krem misione vetë që ditë. Zotri Fonici, po vjene qëtu nga teje, ullëni, edhe po e përfundojmë emisionin bashk. A e përfundojmë bashk? Po. Apo do një ulla në kom qështë? Po si do një jo, zakonisht... Hajde që qështë në kombe e përfundojmë bashk emisionin. Zakonisht na jemi tane pramte, mas edhe vish na përsil, prej tanës dhe i pramte, në kështu që ape përfundojmë bashkë, po i thojmë shikuzve që kemi më pa nesër prap, nga ora 7. Shikone gjesin, mëngjesin, mëngjeset janë për të zgjuar, kur zgjohet herët, është me 2 fate, e shikon emisionin gjesi dhe zonjushën zonën Gelina, Maluku. Suksese, jam i mërkulluar me gazetarët e reja të rritë, jeni duke bukur, jeni pa komplekse, nuk beni autocensur, edhe që ka të them, jeni ardhmja e gazetarisë në Kosovë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, Zotri Fonici. Suksese e gëzuar edhe ju kjo feste madhe. Faleminderit shumë.